Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmësoren e dytë. Sot është e kremtja e Shën Pjetrit dhe e Shën Palit. O hyj eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Rome lumtur që je veshur me purpur, gjaku të çmueshëm të saj sa princave. Ti ja kalon për bukuritë të botës, jo për lavdin tënde, por për merit të shenjtërve, që i preve në fyt me shpata të gjakosura. Tash ti pra ju, o martir të lavdishëm, Pjetër i lume pal, zambaku i botës, ushtar nga njëmtar në borë qellor, me lutje tuaja jetë dhënëse, na forconin nga të gjitha të ligat, në parajs na çoni. Atit lavdi në shekuj të pamatur, ty birë të qoftë nderimi dhe sundimi, dhe shpirti shenjt vlerësimi dhe pushteti, trinisi qoftë shpëtimi i pandashëm, ndër shekujt e pafund të gjithë shekujve. Amen. Antifona e parë. Jam lutur për ty Simon Pjetri, që ti të mos e humbasësh fen tënde, e kur ta te i kalosh provën, forcoj në fe vëllezërit e tu. Psalmi 116. Besoj edhe atëherë kur më duhet të them, jam i pafat për së tepërmi. Në hutimin tim kam thënë, renacak është çdo njeri. Si do t'ja shpërblej Zotit për të gjitha të mirat që mi ka dhënë, do të ngrej gotën e shërbimit e me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i krye kushtet e mia bërë Zotit, në praninë mbar popullit të ti, e çmueshme është para Zotit vdekja shenjtërve të ti. O Zot, unë jam shërbëtori yt dhe biri i shërbëtorës sate, ti këpute hekurat e mi. Ty do të ta kushtoj klinë e lavdit, me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i krye kushtet e mia bërë Zotit, në praninë mbar popullit të ti, në oborët e shtëpisë së Zotit, midis teje, o Jerusalem. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Jam lutur për ty, Simon Pjetri, që ti të mos e humbasësh fen tënde, e kur ta te kalosh provën, forcoj në fe vëllezërit e tu. Antifona e dytë. Unë bure me dobësit e mia, që të banoj në mua fuqia e Krishtit. Psalmi 126. Kur Zoti i ktheu robërit të Sionit, na duki si të ishim në ëndër, atëherë goja na umbush me gaz, e gjuha jon ja thosh të këngës së gëzimit. Asoherë thuaj ndër pagan, Zoti bëri për ta punë të mëdha. Vërtet Zoti bëri për ne mrekulli, e zemrat na umbushën me gëzim. Kthej o Zot robërit tanë, por si përrejnë të mesditës, ata që mbjellin me lot, dehle të korrin me gëzim. Në të shkuar ecnin e çanin, duke mbartur faren për ta mbjell, kurse në kthim do të vinë plot gëzim, duke mbartur dorëzat e veta. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Unë burre me dobësitë e mia, që të banoj në mua fuqia e Krishtit. Antifona e tretë. Ti je bari i grigjës së Krishtit dhe i pari ndër apostuj, ty të janë besuar qelsat e mbretërisë. Kënga krahaso letrën Efesianëve kapitulli i parë. Qoftë bekuar hyi. Ati Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror, në qiell në Krishtin, në të na zgjodhi, para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë të papërlyer, para ti në dashuri, ai na parashënoi për vete, të jemi bi në shpirt, në sajë të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, për nder të lavdisë së hirit të tij, me të cilin na pajisi me anë të dashurit, në të në sajë të gjakut të tij, e fituam shpërblimin, në të na u falën fajet, me anë të begatisë së hirit të tij, të cilin hyje e ndikoi në ne, bashkë me çdo urtie kuptim. Ai na vuri në dieni, mbi misterin e vullnetit të vet, synim që lirisht kishte vendosur, qysh me parë ta kryente në të, kur të plotësohej koha, të vërë çdo gjë nën kryesinë e Krishtit, të gjithë qenësit,
që janë në qiell e në tokë. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë në jetës amen. Ti je bari i grigjes së Krishtit dhe i pari ndër apostuj. Ty të janë besuar qelsat e mbretërisë. Leximi i shkurtër letra drejtuar romakëve. Pali, shërbëtori i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, veçanërisht i caktuar për të kumtuar ungjillin e hyjit, të cilin hyjin e kishte premtuar qysh më parë me anë të profetëve të vet, në shkrimet të shenjta mbi birin e vet, të gjithëve në Rom, të dashurve të hyjit, të grishurve, shenjtërve, hire paqe për hyjit Atit ton dhe për Jezu Krishtit Zot. përgjigja e shkurtër, me guxim të madh e shpallën fjalën e Zotit. Me guxim të madh e shpallën fjalën e Zotit. Dëshmitare të ngjalljes së Krishtit. E shpallën fjalën e Zotit. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Me guxim të madh e shpallën fjalën e Zotit. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Apostujt të lavdishëm të Krishtit, të bashkuar në jetë, vdekja nuk i ndau. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im e harej brorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoi princat prej fronëve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mirë i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar that, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. duke sjell në mend mëshirën, Si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë në jetës amen. Apostujt të lavdishëm të Krishtit, të bashkuar në jetë, vdekja nuk i ndau. Lutjet e besimtarve. Krishti mbi themelin e apostujve dhe profetëve ndërtoi kishën e vet. Atij ti drejtohemi me lutje. O Zot, ndihmoj popullit tënd. Ti e thirrë peshkatarin Pjetrin që të bëhet peshkatar njerëzish. Mos pusho të zgjedhësh veprimtar të ungjillit që të shëlbohen mbar popujt. O Zot, ndihmoj popullit tënd. I urdhërove detit të fashitët, që të mos fundoset lundra nxënësve. Ruaje kishën tënde nga çdo rrezik dhe jepi fuqi papës ton Franceskut. O Zot, ndihmoj popullit tënd. Pas ngjalljes grigjën tënde të shpërndar e bashkove rreth Pjetrit. Bari i mirë, bashkoj të gjithë popujt në një vath të vetme. O Zot, ndihmoj popullit tënd. Palin apostull e dërgove të kumtoj ungjillin popujve. Bëj që fjala e shpëtimit i predikohet çdo krijese. O Zot, ndihmoj popullit tënd. Qelsat e mbretërisë qiellore ja dorësove kishës sate. Hapi dyert e qiellit për të gjithë ata që kanë shpresuar në mëshirën tënde. O Zot, ndihmoj popullin tënd. Aty ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Zot hyin, tia dhe kishës sate të mirat e para të fesë së Krishtit, në për apostujt e shenjtë Pjetrin e Palin. Bëj që më ndërmjetësinë e tyre ti fitojnë prej teje ndihmat e domosdoshme për shëlbimin e amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekov na ruajt prej çdo së keqi dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.